Altin Hajrit, Gjokës, Troplinit dhe Ramës, ka shumë biemra ky njeri. Armikut të egër të pluralizmit politik dhe të votës së lirë të shqiptarëve, drejtësia vonon, por nuk harron Sali Berisha. Kjo është letra që unë i lash, një monstre të votës së lirë të shqiptarëve, një monstre të vërtet të votës së lirë të qytetarëve shqiptarë, të cilin kushtetuta e detyron të hetoj krimin zgjedhor, dhe unë kam sot detyrimin të informoj se nga 43 dosjet shqyrtuara kanë penalizuar vetëm një. Ndërkohë që farsa elektorale zgjedhore është universalisht e konfirmuar tashmë nga OSBE-o diri që vëzhgojnë zgjedhjet, nga deputetët e Këshillit të Europës, deputetët e Parlamentit Evropian, nga Komisioni i Jashtëm i Parlamentit Evropian dhe IBAR. Pra, në të gjitha këto dhe pretendimet dhe me qindra fakte dokumenta të paraqitura nga opozita. Por që të gjitha këto për armiqët e votës së lirë janë hiç asgjë apo nuk ekzistojnë. Edhe një herë, ju e ripërsëris atë, sulmet e mia të merituara ndaj Altin Troplinit dhe paraardhësit të tij, Gjelatit të sigurimit shtetit Kraja, kanë qenë të lidhura parazgjithash dhe mbi të gjitha me qëndrimin e tyre ndaj dosjeve të famshme të zgjedhjeve në Dibër dhe në Durrës. Me atë akt ata dëshmuan armiqsinë, dëshmuan në mënyrë flagrante armiqsinë ndaj votës së popullit opozitar dhe vazhduan në zgjedhjet e 14 maj 2023 dhe zgjedhjet e 11 maj të vitit 2025. Por sot unë duhet të informoj shqiptarët se çfarë mercenarësh të pushtetit ka kjo ndërtesë. Prej 3 vitesh, shqiptarët ndigjojnë dhe kanë dëgjuar takimin famëzin Aruba të përfaqësuesve të qeverisë shqiptare me klanet, me bost e karteleve të drogës. Prania e përfaqësuesve të qeverisë shqiptare në Aruba është konfirmuar nga gazetari investigativ ndër më seriozët i Italisë. Është konfirmuar nga media dhe kjo dihet universalisht. Aruba është damka më e zezë, është dëshmia më flagrante e narkoshtetit shqiptar, e bashkëpunimit të ngushtë të Edi Ramës me kartelet e drogës. Tani çfarë ndodh këto ditë? Këto ditë autoritetet spanjolle dhe jo vetëm ato kanë sjellë dosjen e plotë, se këtu nuk bëhet asnjë hetim. Jo. Forbidden. Po tjetë për qeverinë, pra sollën dosjen e plotë. Dhe tani Altin Troplini, Rama, veni çdo mbiemër se i meriton, nxjerr me të drejtë emrat e biznismenëve të implikuar, po jo të qeveritarëve. Shikoni sa të paftyr janë. Shikoni se si këta mbrojnë. Kriminalët
në zyrat më të larta të shtetit. A ka njeri që nuk e din sot se në charterin për në Aruba shkuan qeveritar? Kush ishin ata? Asnjëri nuk e thot se kush ishin. Dhe ky është Altin Tropini që e fshe. Ky është hetimi i tij, po unë e garantoj se në këtë mënyrë ai do konsiderohet bashkëpunëtor me klanin Aruba. A mund t'i fshihet një populli, prisni një minutë, a mund t'i fshihet një populli zyrtarit kriminal që fluturon nga Tirana në Aruba, që bën marrëveshje për ndërtimin, për thithjen e parave të drogës, ndërtimin e malit të Tiranës dhe thuhet edhe në zonat e tjera. Dhe tani dalin emrat e biznismenëve që kanë shkuar, po nuk dalin emrat e qeveritarëve që shkuan dhe firmosën marrëveshje, ose bën se mafja nuk firmos, mafja i ka kodët e thjeshta. Omerta, shumë vërtet. Tani omertën e zbaton Altin Tropini. Faqen zirë, i them. Ke detyrime nga i shqiptare, tani do na thuash se punë sekreti, qarë punë sekreti morë. Po në qofë se ti kursen dhe nuk u thua shqiptarve se Edi Rama i dërgoj ata në Aruba. Dhe kush janë ata? Cilët janë ata? Dhe se qeveritarë në Aruba kanë shkuar, kjo është 100% e sigurt. Janë të gjitha burimet. Shumë mirë që vepron ndaj biznismenve apo trafikantëve, çfarë ishte ata që ishin takim. Po koka e Meduzës takimit është Edi Rama dhe lejtnant e tij që shkuan në Aruba. A ishte Ngjella Gaçi, a ishte vetë Rama, a ishte Olsi Rama. Se thot aty dikur Rama i gjatë. Ata Ramat që janë ata të dy Ramat ata të shkurtër, më thonë, nuk i njoh. Kush Rama? Janë një dy me mbiemër Rama. Urdhë? Ata një prej të mirë. Bravo, mua më thonë se ata janë të shkurtër të dy. Dhe mbetet që Rama i gjatë më thonë tjetë ose Edi ose Olsi. Po nuk mund të them se as Edi as Olsi. Ate që mund të them me siguri me 100% që qeveritarë kanë shkuar nga Tirana në Aruba. Dhe se ky është problemi më i madh i qytetarëve shqiptarë. Po këta janë një lloj me qeveritarë. Nuk thonë emrat, fshehin emrat. A nuk është kjo një krim i vërtet? A nuk është kjo një fyrje, një përshmim për çdo qytetar të këtij vendi që nuk mund të di se cili është qeveritari trafikant që shkon dhe bën marrëveshje me paratë e krimit? Turpi i mbuloft. Doktor, unë bëj dy pyetje. Shpeshherë është folur që pas malit Tiranës jeni ju dhe bravo dhe djali juaj. Ja, edhe një sekond lutem që të më japësh përgjigje të dyja dhe ju jeni kthyer në parlament, po mungoja ajo pjesa e dytë e postulatit ju e dini vet. Ju e dini ose e keni vendosur kur do të riktheheni në SBA për një vizitë qoftë personale apo zyrtare? Se tani e para të falënderoj. Keni më problem. Dosja faktoj shpifjen dhe trillimin e ult. Trillimin e ult që u bën atë kohë për malin e Tiranës nga opozita e opozitës, vegël e verbë të qeverisë dhe mediat e tyre. Mediat e tyre. Si është e vërteta? Keni lidhje? E vërteta është unë lidhje kur jo unë, po asnjë njeri. Ti të mendosh se këto janë kjo është një pyetje që bazohet në trillimet e ulta të atyre që u përpoqen të mbulojnë pjesëmarrjen e Edi Ramës
e njerëzve të Edi Rama apo të atin takim në Aruba, se do dilte, dhe pastaj të opozitës që i shërben qeverisë, e cila pa asnjë fakt, pa asnjë bazë akuzonte, por besoj se gjithçka tani në dorë të Altin Troplinit është dhe ka dalë shumë qartë se kush është dosja Aruba, edhe kush është mali i Tiranës. Kjo është të fanoj për pyetje. Për të dytën, natyrisht unë do shkoj, por një projekt i shpejt nuk e kam tani se do të shkoj, kur të takoj miq, takoj bashkëpunëtorët mi atje, takoj shumë miq. Pra nuk do shkoni për arsye shëndetësore, siç është raportuar. Tani, këto janë mjerimi, nuk po përdor fjalë tjera, po vetëm kaq mjerimi. Këta janë një çift. Është një grua dhe një burr. Ata janë dashnor me flakt në shpifje dhe mashtrime, jo në erotizma. Ata të dy kryesojnë liste, se njëra ka bërë shkollën e tjetrit, dhe ata i përhapin këto, dhe është një turp i madh, domethënë. Ata janë mercenar, kush i paguan, atë bëjnë. Dhe ata e përhapen, janë një burr dhe një grua që s'kan lidhje njëri me tjetrën, por rastësi janë të cilët janë dashnor në shpifje. Në shpifje, vetëm shpifje. Nuk ka asnjë gjë të vërtetë ajo. As kam kërkuar kurrë ndonjëherë për shkuar, për të vizituar. Vendimi është i plot për mua dhe familjarët e mi. Një lloj për familjarët e mi, dhe ky vendim në është komunikuar zyrtarisht nga përfaqësuesja e Shteteve të Bashkuara në Tiranë. Zoti Berisha, ditën e djeshme një deputete e Partisë Socialiste është vetë deklaruar si e pavarur. Si e komentoni ju këtë situatë dhe a do t'i bëj Partia Demokratike një ftesë Mariana Koçekut? Tani, në qoftë se zonja Koçeku ka është larguar nga grupi për shkak të qëndrimit të Edi Ramës ndaj protestës, unë e përgëzoj atë. Në rast se ajo ka patur se nuk ka shpjeguar me sa di unë, domethënë, nuk ka shpjeguar arsyet, pres të shpjegoj arsyet që të pronësohen, por them që tani, në rast se ajo ka dhënë dorëheqje për shkak të qëndrimit të papërgjegjshëm, absolutisht të papërgjegjshëm të Edi Ramës ndaj protestës madhështore të paparë në historinë e Tiranës të rinisë dhe qytetarëve, ajo ka bërë një akt qytetar. Të shohim, të shpjegoj motivet që të bëjmë vlerësimin. Unë siguroj protestuesit se mandatet e Partisë Demokratike janë dhe do të jenë të tëra në funksion të kësaj lëvizje. Sikundër, ftoj edhe vazhdoj të ftoj shqiptarët të marrin pjesë masivisht, mbasi realisht. Edi Rama në rreth të kuq, tafnë dhe shpres nuk ka. Ta përcjellim, t'u japim një ndihmë këtyre trive në këtë funksion dhe mision liberator. Këto përgjigje. Zoti Berisha, me që ato protestuesit kanë thirrur në ditën e tyre të 15 me pankartën Rama në burg, Berisha në burg. Si vlerësoni këtë parur protestues? Gjithashtu ajo është opozita e opozitës që mendon tani me qenë se gjykon se në këtë mënyrë, duke luftuar opozitën e vërtet,
do mund të zëvendësoj atë, por opozita si ka zënë vemi askujt. Ndaj dhe i ftoj qytetarët të vazhdojnë demokratët të marrin pjesë sa më masivisht në këtë protestë, të mos ndikohen nga një slogan i opozitës dhe ç'është e vërteta 2-3 sorosianëve. Dhe ti di mirë ato marrëdhëniet e mia me Soros, i ketë sata. Ja, i njëni vetë, s'ka nevojë të them unë. I njëni vetë aty. Ndaj dhe unë përshëndes shumë përzemërsisht ata qindra mijëra qytetarëve të ri, të cilët në fakt po shirojnë të vend nga diktatura më shëmtuar në disa aspekte e them këtu, edhe me damshme se sa ajo që për totalitarja, sepse kjo ka përzën 1.300.000 shqiptarë në 10 vite. Dhe kjo është një dam i tmerrshëm që donë të paktën në kurs normal 40 vite, minimumi 40 vite, për të kompensuar, dhe për këtë Edi Rama, kjo është një genocid i mirëfill, si mas konventës OKB-s, dhe Edi Rama meriton të gjykohet për genocid. Zoti Berisha, ju insistoni në kritikat tuaja ndaj prokurorit Akim Xhumani. Megjithatë, ky prokuror është pjesë e grupit hetimor në dosjen që e kuferuat si dosja Aruba. Pse e paragjykoni ju përderisa në këtë pashikuj dhe në këto materiale që ju i keni lexuar, rezultojnë të dhëna që hedhin dritë pikërisht me atë që është stërtën ndër vite dhe ndoshta në vazhdim ky grup hetimor do të jetë i tillë sa do të gërmoj edhe në element të politikës. Anila, Bashkëlidhur me ta. Anila, jemi sinqert. Kjo dosje shqiptarët dhe bota kishte nevojë më të madhe të fillonte me politikën. Me politikën. Se kjo është dëshmia, unë e kam thjesht për veten time, sepse unë kam qenë vitin 2017 e kthej që të paktën 500.000 herë kam denoncuar narkoshtetin. Por Aruba, me praninë e zyrtarëve, është dëshmia konkrete, se ti mund ta thuash sigurisht tonë, por dëshmia më flagrante, më konkrete e narkoshtetit, e bashkëpunimit të qeverisë së drogës. Dhe ky të parat që duhet i thoshte, mandatet e para të arrestit që duhet lëshonte, ka një popull, po këta spysin, këta fyën një popull të tërë, fyën inteligjencën, memorien, nërgjegjen e një kombi të tërë, duke i majtë në xhep zyrtarët e Edi Ramës, sepse janë vetë lakejt e Edi Ramës. S'mund t'i bësh një popull të mirë. Qytetarëve u thuhet se Aruba u mlodh në drejtimin e Engjëlla Gaçit apo tjetrit. Më fal, nuk e di tjetër se di emrin, se thoja me porositë e Edi Ramës. Dhe kur thuheshin këto, shqiptarët më vjejsoheshin pastaj. Gjithçka. Kjo është, po kjo fshihet, dhe unë zbije kur dakord me këtë avokatëve. Ajo është një shërptor i Edi Ramës, unë e kam denoncuar me qindra herë, dhe s'do doja kur ta denoncoja. E kam denoncuar, ajo është implikuar vetë në krimet. Ai ka fshehura. A ju kujtohet ju që ai shëtiste nga një zyrë në një zyrë, nga uluziu, faqeziu tek tjetri, që ma zjasti mandatin, të me zjatët mandatin. Do dini gjë, në histori, ata që kërkojnë zjatë mandatesh, ata janë absolutisht në qoftë se janë politikanë të lartë, janë diktatorë, në qoftë janë mercenarë të diktatorëve. Si mund të kërkoj, a ishtë një pyetje të ndryshoj kushtetuta për Altin Troplini. Se Altin Troplini kishte bashkëpunuar me krimin dhe tani duhet na kishte duhet të ta mbyllte jetën si prokuror. Ishte gjë që më ka revoltuar pas votës, kjo e dyta më shumë. Juve si lideri i opozitës, a ju mungon në bulevardi dëshmorët e kombit? Janë të gjitha aty, po të garantoj që aty janë, jo aq, sepse aty janë me mira, qindra dhe mira demokrat, po kjo reale, dhe ju mund shkoni ta vërtetoni. Tani, po, edhe i ftoj prapë të shkoj,
natyrisht, unë admiroj, kam admirimin më të madh për këtë protestë e para ose më fuqishmja protestë qytetare dhe rinore në kuptimin e mirëfillt të fjalës. Ata që përpiqen ta manipulojnë ca opozica, ata duken si miza në atë të kalit që kujton se të heq karrocën, thot Deni Diderot. Zoti Berisha, vetëm për koment. Po xhelozia, ndjeni që një protestë Ja, nuk më ndjej. Jo, nuk më ndjej xhelozi për puna, jo, nuk ndjej. Pse, ta them. Nuk ka asgjë për komb më të mbar, më të bukur se përgjegjësia qytetare. Përgjegjësia qytetare është tipari kardinal i njeriu të qytetëruar, i cili e kupton që nuk ka përgjegjësi vetëm për veten e tij, për familjen e tij, po ka për shkallën, ka për lagjen, ka për rrugicën, ka për vendin. Dhe këtë po e dëshmoj, dhe se kjo është një gjë e jashtëzakonshme. Unë kur s'unë kem për kunazi, e ndjek me admirimin më të madh. Po ju vetë do t'i vazhdojni protestën? Jo, sepse nuk është partjake, është po të shkoj unë sa do që të them qytetar, po nuk më të bëj diaramën, të them atë që s'është, unë jam partjak. Kjo është e vërteta, dhe unë nuk duhet kur që ato ngjyra që i kanë dhënë qytetar t'ja prekë dhe s'ka, çdo demokrat aty është pas një simbol partjak. Ta respektoj të mësohemi, të respektoj këtë dukuri madhështore të papar në Shqipëri. Lesh thot, ajo është i çmendur fashistët. Çfarë kanë me fashizmin ata? Kjo është protesta më paqësore, më e bukur, më paqësore që ka njohur Shqipëria në këtë. Ndaj dhe unë, po të mos kisha patur këto funksione, ditën natë do isha aty. Por nuk duhet që unë duhet të mbetet ashtu siç është, dhe jam i bindur që do fitoj. Dhe i them Edi Ramës, çfarë do që të bësh, je i pa shpresë. Ajo lëvizje është ta kapre biletën. Mos harro të kapre biletën. Mos e shtym atutje, mos shpik fashiste tjerë me radhë, turpi madh, qytetarë që protestojnë në mënyrë që nuk kanë këfut një lule. Nuk kanë këfut një lule. Edhe i quhen protesta fashiste, frim fashiste tjerë në radhë. Të në çmendurit e tij është i ka shpërthyer gjithë ajo arkeotipi jetërve të tij dhe i ka dalë tovolinë tani, po edhe sa ditë do ikë. Ju mbështetni idenë e qeverisë teknike? Plotësisht. Sigurisht që ajo protestë ka kërkesa të drejta. Ata janë qytetarët e kanë të qartë që do të jetë vote e tyre e lire pa kontrolluar, që do të përcaktoj fatin e Shqipërisë. Dhe një qeveri teknike e cila përgatit zgjedhje të tjera do të ishte qëllimi më i madh, më i rëndësishëm i kësaj proteste. A do ta pranoni ndryshim të kodit zgjedhor si protestat e protestuesve? Tani unë kam qenë në negociata dhe kam shprehur që jam plotësisht për listat hapura, plotësisht i qëndroj asaj, qëndroj domosdoshmërisht se disa ndryshimeve rrënjësore, qëndroj për sankcionimin e ndërshkimeve më madhore për krimin elektoral, shpalljen e krimit elektoral si krim kushtetues të rënd, në mënyrë që ajo që ndodhi me Edi Ramën në Shqipëri të mos u përsëritet më shqiptarëve, se ajo është shkatrimtare për vendin. Doktor, pyetja e fundit. Kur të riktheheni në parlament pas disa ditësh, do t'ja bëni ndokujt pyetjen a e kalon dot oqeanin me dash? Unë Do bëni apo jo, vetëm kaq. Pa koment. tani fryrja ime është të shoh para. Të shoh para sepse një kapitull u mbyll i jetës time me një betejë të imponuar, por
në një betejë në të cilën unë ndoqa me vendosmëri rrugën e mbrojtjes dinjitetit njerëzor, jo vetëm timës, por të gjitha atyre që kishin votuar Po nisi me një pyetje. dhe më kishin më besuar. Mendoj se Edi Rams a do e kalosh apo jo Atlantikun në një kohë kur ai e keni marrë vesh po i përgatit lubis Aratisjet. Po i përgatit absolutisht lubis largimin në një shtet tjetër. Këte e kam nga burime të mirë informuara. Janë burime të mirë informuara. Urdhë? Sepse mendon se mos po i sjellin në një flet arresti tjetër nga Spaku dhe ajo të gdhijet mes në një shtet tjetër, diku tjetër. Po kjo është tek një informim e kam nga burime të besueshme. E them këtu po. Ja u them këtu burime të besueshme. Nuk them dot 100% vërteta, se po, por burime që në vetë janë burime të besueshme. Janë serioze. Apo përgatit dhe për vete ai këtë, i garantoj që edhe mrapa diellit po të shkoj, do vi këtu t'jap llogari për krimet që ka kryer. Mirupafshim.